Miq, mirë se ritakojmë sërish në takimin e përjavshëm në këtë emision ku fokusi janë gratë që bën histori në kohën e profetit Muhammed a.s. Dhe e kemi filluar këtë pjesë të dytë të këtij cikli mbi modelet e gruas në Islam, pasi më parë u munduam të spikasim historitë kuranore. Tashmë jemi fokusuar tek ato histori, ato ngjarje që kanë ndodhur kryesisht në jetën e Muhamedit a.s. Dhe folëm në emisionin e kaluar për Hatixhen, e cila është gruaja e parë që gjendet për krah shpalljes, për krah profetit Muhamedit a.s. me zgjuarsinë e saj, me mbretësinë e saj dhe me urtësinë e saj, dhe mbi të gjitha me besimin e saj, pasi siç tham ishte e para femër dhe i dyti njeri mbas profetit a.s. që pranon shpalljen, e cila akoma nuk kishte marrë formën e plotë. Dhe Hatixha në këtë rast e mbështet profetin a.s. në këtë moment të vështirë. Do të vijojmë me këtë pjesë të dytë për të njohur me disa aspekte ku spikat sakrifica e saj dhe normalisht gjithmonë është mbretësia dhe besimi i saj. Për gjitha këto do të kemi shpjegimet e hoxhës nderuar Ferit Piko. Profesor, mirë se vini sot. Ju gjetëm, faleminderit Ilir. Profesor, ne thamë që Hatixha ishte njeriu i dytë që pranon shpalljen. Pra më njëherë pas profetit a.s. Hatixha ishte ajo që e pranon shpalljen pa pyetur shumë detaje, po si, po çfarë mund ndodh. Aty kishte edhe Warakan, që ju thatë, i cili kishte njohuri mbi librat e shenjtë, të cilat paralajmërojnë dhe ngjarjet që do të ndodhin. Hatixha në këtë rast transmetohet që ti ke thënë Warakas, po çfarë do na gjej, po çfarë do të ndodh, po sa e madhe do të jetë kjo sprovë, po si mund t'i shpëtojmë, pra a e pa aty hallin e vet, pak mund të ishte normale. Bismillahirrahmanirrahim. Hatixha radiallahu anha, Zoti qoftë i kënaqur me të, realisht është, siç është vetë titulli i saj, është gruaja, është zonja e grave të dynjas dhe zonja e grave të xhennetit. Ajo është bashkëshorta e parë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, jo thjesht një bashkëshorte, por një njeri i cili qëndron me të, e orienton atë, e motivon atë, një njeri që e njihte mirë bashkëshortin e saj, sepse njohuria e mirë dhe reale është ajo që e nxjerr njeriu në pozicione të tilla. Për të na treguar gjithëve që jeta martesore nuk është thjesht që ndajmë, po themi, një shtëpi apo ndajmë ushqimin ton, po jeta martesore është ta njohësh tjetrin. Edhe kur përmendim në shqip e përdorim fjalën bashkëshort, do thonë kemi të njëjtin fat, kemi të njëjtin caktim, kemi të njëjtën jetë. Nëse nuk kemi pikërisht të njohuri për njëri tjetrin, nuk e dim pikën e fortë, pikën e dobët, çfarë i pëlqen, çfarë nuk i pëlqen, atëherë jeta martesore ka thjesht një emër, jetë martesore, dhe ajo nuk është më familje. Hatixha radiallahu anha është pikërisht personi i cili e tregon veten e saj në këto momente delikate, siç e shpjeguam në emisionin e kaluar, momentet më të delikate që ka kaluar profeti sallallahu alaihi wasallam, janë momentet që atij u shfaq Xhibrili alayhis salam, është ajo frikë që pati për veten e tij se çfarë po i ndodh. Pastaj është dhe dyshimi ose frika më saktë që kur dëgjojnë nga Waraka që do të vijë dita që njerëzit do të dëbojnë ty, kjo ishte ngjarje e madhe. Dëbimi gjithmonë është kur njeriu bën një vepër, do të thënë, të rëndë, dhe njerëzit arabët, sepse arabët kanë qenë gjithmonë të lidhur me fiset e tyre, me familjet e tyre. Dhe të dëbosh dikë, ta largosh dikë, ta luftosh dikë nga njerëzit tuaj, ka qenë gjëja e fundit që mund të mendoj, sepse ata ndihmonin njeriu e tyre edhe kur ishte në padrejtësi, edhe kur kishte bërë gabim. Ky ishte rregulli që kishin arabët. Prandaj u çuditu, surprizua shumë profeti sallallahu alaihi wasallam kur Waraka i tha, as sikur të kisha patur fuqi e të isha në mosh, të të ndihmoja, të qëndroja në krah atë ditë kur do të dëbohesh nga njerëzit tuaj. Edhe u çudit profeti sallallahu alaihi wasallam dhe pyeti, pse a do të më dëbojnë mua ata? Më thënë, çdo gjë e çonte në përmendje, po të arrijë puna deri këtu, nuk e imagjinonte dot, sepse ishte jashtë parashikimit. Dhe Waraka, siç dihet, i tha, çdo profeti ka ndodhur në këtë formë. Tregon që Waraka kishte lexuar historitë e profetëve, që tashmë edhe ne i dim. Historitë e profetëve në përgjithësi janë të tilla që në fillim njerëzit e tyre më të afërt nuk e pranojnë
e kundërshtojnë, madje dhe e dëbojnë. Por nuk është transmetuar që Hatixha çuditet për kësaj dhe nuk është transmetuar që ata e ka frika dhe paniku. Kjo është transmetuar thjesht profeti alayhis salam pyet në formë çudie se si do të ndodhi kjo gjë. Që do të thotë që Hatixha po themi këto informacion pikërisht e mori dhe e shtoi më shumë bindjen që ai duhet të qëndronte në krah të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Në asnjë moment nuk është transmetuar ti këtë thënë çfarë po na ndodh kështu, çfarë na vëre kështu. Na u prish jeta, na rrezikohet familja. Po themi se s'bëj më fjalë për pasuri, për tregti, për rahatin në jetën e tyre familjare. Saqë është transmetuar kur i ka thënë Hatixha, Zoti qoftë i kënaqur me të, ja Rasulullah, mos se rinte gjatë natën, do thënë pa gjumë profeti alayhis salam duke lexuar Kur'an, dhe i tha pse nuk pushon, pse nuk fle. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha mada ahadun nawmi ya Khadija, kaloi koha e gjumit o Hatixha. Edhe ajo nuk është se u mërzit, përkundrazi ajo i qëndroi më shumë në krah profetit sallallahu alaihi wasallam për treguar siç e përmendë që ishte njeri i zgjuar, njeri i vendosur, por mbi gjitha ishte besimtare, sepse ajo është e dyta direkt mas profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam që ndau besimin me të, thjesht nuk ndau profetësinë, pasi profecia është e specializuar, por pjesën e besimit, pjesën e derteve, të lashëve, sakrificave, të gjitha i ka ndarë një me profetin sallallahu alaihi wasallam Hatixha, Zoti qoftë i kënaqur me të. Ndërkohë gjithsesi prej nesh i cili pranon Islamin ose pranon fen, në një farë mënyrë pranon një kontratë ku detajet dihen. Pra çdo kush që do të bëhet musliman e lexon kontratën, cilat janë detyrimet, cilat do të jenë shpërblimet, edhe vendos ta pranojë apo jo. Në këtë rast Hatixha, kjo është specifik për gjithë sahabët dhe gjithë bashkohësit e profetit alayhis salam, po veçanërisht Hatixha pranon një kontratë me letër të bardhë, pra nuk dihet çfarë do të shkruajnë atë, nuk dihet çfarë sprova do të kishte, çfarë kosto do të paguanin dhe deri ku do të sprovojë gjendja e saj. Mirë, po sinjalet e para u dhan, do të jetë një rrugtim me sprova, me mundime. Dhe nuk kaluan shumë dhe fillojnë, po themi, denigrimet, sulmet dhe këto marrin kulminacionin në atë që quhet po themi embargoja e madhe që u bëhet besimtarëve Muhamedit alayhis salam ku dëbohen jashtë Mekës. Çfarë roli dhe çfarë rëndësie ka në këtë moment të vështirë të jetës profetit Muhamedit alayhis salam Hatixha? Bëre mirë që futë këto elementin e sakrificës, sepse teksa mendojmë lirshëm, Hatixha, Zoti qoftë i kënaqur me të, ishte një njeri me biznes, me tregti, me gjitha mundësitë, kushtet, mund të zgjidhte çfarë do lloj personi për bashkëshortë të saj nga sëra dhe aristokracia e Mekës, kishte të gjitha mundësitë, por ajo me dëshirën e saj dhe me kaderin e Zotit bën një lidhje të tillë me një person siç e përmendëm që nuk është se ishte, po ai është zotëria e gjithë krijesave. Mirë, po për ata që e besojnë. Në moment, nëse të bëjmë një analizë, po themi materiale gjos, profeti sallallahu alaihi wasallam ishte nga familje fisnike, por jetën e tillë kishte patur që ishte njeri pa mbështetje, sepse kishte lindur jetim. Po ashtu nuk është se kishte vite nga një familje shumë e pasur, kishte mundësi të tjera, po themi në aspektin njerëzve të pasur që të martohej Hatixha me to, por ajo nuk i hyn në sy asnjë gjë prej këtyre. Por nga ana tjetër, jo thjesht kaq, po ajo në kaderi i Zotit i kishte rezervuar asaj që do të kalonte një jetë me sakrifica. Nga një nivel i lartë me pasuri, me pushtet, me gjitha, ajo do të ndante dhimbje, do të ndante shumë sprova me profetin sallallahu alaihi wasallam. Por në asnjë moment, qoftë vetëm ajo kurrë nuk është ankuar, përkundrazi gjitha e ka bërë me dashuri, me kënaqësi, kjo për treguar se për të qenë zonjë grave të xhenetit apo zonjë grave të dynjas, shpeshherë duhet të lësh ka sakrificë. Kjo pjesa e sakrificës është e rëndësishme. Edhe e dyta që duhet fut si element këtu, ne dimë që shumica e fëmijëve të profetit sallallahu alaihi wasallam, që fëmijët ishin prej Hatixhës, kanë ndruar jetë. Ka ndruar jetë një pjesë përpara profetësisë. Domethënë Hatixha ka parë vdekjen e fëmijëve të saj. Ajo është patjetër që është një nënë e vuajtur. Djemt ka ndruar jetë përpara se të bëhej profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu dy vajza ndrojnë jetë pasi bëhet profeti sallallahu alaihi wasallam, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra shumica e fëmijëve ndrojnë jetë dhe nuk transmetohet për këtë grua që të ketë shfaqur një lloj
po themi kështu pa kënaqësinë e kaderit që ne dëgjojmë njerëz sot që thonë çai bëra unë Zotit që më ndodhi kjo apo më ndodhi ajo. As pak, prandaj shpeshherë përmendim këtë që kur njeriu sprovohet, patjetër që prindi kur sprovohet me vdekjen e fëmisë, është fatkesia dhe është prova më e madhe që është në këtë botë. Mirë po, nëse që ka kështu puna, pra që kjo është, po themi, fatkesia dhe Zoti ja dash ka të keqen dikujt kur ja merr ka fëmin, atëherë po profetit të dashur, njeriu më të dashur te Allahu xhallahu shanu, që ja mori shumicën e fëmijëve dhe ai i varrosi me duart e tij. Dhe Hatixha pjesën më të madhe të fëmijëve, po ashtu i ka parë vdekjen e tyre. Në asnjë moment ai nuk është ankuar, nuk është mërzitur për treguar që për të lartësuar tek Zoti e di rrugën se si lartësohet njeriu. Nuk është njeriu që e zgjedh më atë rrugë. Njeriu zgjedh thjesht do të jetë me peshë dhe me vlerë tek Allahu xhallahu shanu, po se si vinë sprovat njeriu këtë e di tjetër kush. Por sprovat dhe sakrificat e Hatixhës dalin pa edhe në momente si puna asaj që përmendte bojkotin, pasi dy persona kishte të afërm shumë që e mbështesin profetin sallallahu alaihi wasallam në ato momente të vështira. Njëri ishte brenda shtëpisë, që ishte po themi drita, energjia dhe motivimi i brendshëm, ishte Hatixha, Zoti qoftë i kënaqur me të. Njëri ishte jashtë shtëpisë, ishte xhaxhai i tij Ebu Talibi, i cili edhe pse jo musliman, edhe pse jo besimtar, ai ishte imuniteti dhe mburoja kryesore ndaj gjitha, po themi, kurtheve, po kërcenimeve që i bëheshin nga jashtë. Ai ushtroi të gjithë autoritetin e tij, qoftë politik, qoftë financiar, qoftë, po themi, fisnor, që të mos prekej nipi i tij, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj këto janë dy shtyllat realisht, po themi, njerëzore që qëndruan në krah të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Por kjo shtylla e parë, Hatixha, Zoti qoftë i kënaqur me të, siç e përmendëm, ajo i nënshtrua të gjitha telasheve, të gjitha sakrificave të cilëve i nënshtrua edhe profeti sallallahu alaihi wasallam, me një ndryshim, me një dallim, se ajo ishte më e madhe në moshë. Edhe sfida, apo themi edhe dhimbja dhe sakrifica ishte më e madhe. Një prej këtyre sakrificave, siç e transmetuar në librat e historisë, ishte bojkoti që u bë muslimanëve dhe atyre që mbështesnin muslimanët. Kishte njerëz që nuk ishin besimtar, nuk ishin musliman, se kishin pranuar Islamin, mirë po për shkaqe fisnore, për shkaqe drejtësie, për shkaqe fisnekrie dhe nuk pranonin që t'u ndodhte diçka e tillë muslimanëve. Për këtyre ishte Ebu Talibi. Ebu Talibi dhe të tjerë të ngjashëm nuk ishin musliman, por ama ata nuk pranuan t'i braktisin muslimanët. Nuk pranuan t'i lejnë ata në dorën e padrejtisë dhe pranuan pikërisht që ta paguajnë faturën edhe me vetët e tyre kur u bë një, po themi, një embargo, u dëbuan në periferi të Mekës dhe u ndalua çfarëdo lloj bashkëpunimi me ta, qoftë bashkëpunim ekonomik, qoftë bashkëpunim shoqëror, qoftë futje nxjerrje e ushqimit, derisa edhe ky ka zgjatur shumë. Gati 3 vite ka zgjatur. Quhen Shia Ebi Talib, që më thënë, po them, periferia ku ato muslimanët dhe jo muslimanët që mbështesnin muslimanët u izoluan për 3 vite me radhë. Kishte frikë, kishte panik, nuk kishte ushqim, saqë është transmetuar njerëzit hanin gjethet e tyre pemëve të shkretirës. Saqë edhe kur, më thënë, njeriu kur nxirrte jashtë nuk nxirrte ushqim më. Po dilte si nxirrte jashtë si nxjerr kafsha dhia kur hante. Imagjinoni çfarë sakrificash, si më thënë, kanë kaluar. Pra nuk është kjo një histori e shkruar me romantizëm dhe me fjalë të bukura, është një histori e shtruar me sakrifica të jashtëzakonshme. Këtyre sakrificave nga fillimi në fund është nënshtruar dhe Hatixha, dhe ishte shumë më e madhe në moshë. Madje është transmetuar që, po themi, nga sebepet e ndrimit të Hatixhës ishte pikërisht lodhja e madhe që pësoi në vitet e bojkotit, se shumë shpejt pas bojkotit ajo ka ndruar jetë. Thonë që u lodh shumë për asaj që ndodhi. Pra, nga zonjë me pasuri dhe me status të lartë, sakrifikohet dhe kthehet në një njerëz të etur dhe të uritur për shkak të besnikërisë ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra, shkriu gjithë pasurinë dhe gjithë statusin e saj. Ndërkohë, siç thatë, Hatixha ishte njëri shumë i rëndësishëm për profetin alayhis salam edhe në aspektin emocional. Pra vetëm në aspektin financiar edhe politik si mbështetje, por edhe në aspektin emocional, pasi ai të parës, po themi, ose brengë më të madhe e ndau me të dhe atë e kishte edhe suport, po themi, emocional në këtë rast. Ndërkohë vjen një moment ku sprova bëhet edhe më e madhe dhe siç u thatë, ajo ndron jetë. Si e përjetoi profeti alayhis salam
po themi largimin e Hatixhes nga jeta e tij dhe çfarë nuk kupton po themi një jetë pa Hatixhen për profetin alayhis salam. Ndarja e njërit prej bashortëve, sidomos kur lidhet kanë qenë shumë të afërta, historikisht është transmetuar që është nga provat më të mëdha të jetës së njeriu. Aq më tepër kur ky njeri që do të ndajë ishte Hatixha, ajo zonjë që i kishte qëndruar profetit sallallahu alaihi wasallam në krah në momentet më të vështira, më delikate, ku ishte po themi e dyta direkt mbas profetit sallallahu alaihi wasallam në po themi në vargun e besimtarëve, ishte ajo që kishte sakrifikuar çdo gjë, gjithë jetën e saj, pasurinë e saj, familjen e saj, statusin e saj, me kënaqësinë më të madhe. Jo thjesht, por kjo është një element i rëndësishëm i lirë, jo thjesht për burrin e saj, për burrin që është profeti i Zotit. Për burrin e saj dhe parsisht për Zotin e saj. Sepse më thot dikush, po ka bërë normal siç bëjnë shumë gra fisnike dhe të ndershme për burrat e tyre. Ai nuk e bëri thjesht për burrin e saj, sepse ka njerëz që ndoshta nuk e bëjnë me shpirt dhe me zemër, po për hatër që burri është në këtë status, jam i detyruar që edhe unë ta bëj këtë gjë. Jo, ajo pa tek bashorti i saj pikërisht atë dritë, edhe ishte e para që e pa atë dritë. Dhe kjo është privilegji i Hatixhes. Pa që ky njeri nuk është njeri si gjithë njerëzit e tjerë. Ky njeri vlerat që ka janë komplet ndryshe nga vlerat e njerëzve të tjerë. Pra, e thon ndryshe, ajo gjeti Zotin e saj tek bashorti i saj. Ky është element i rëndësishëm që duhet ta fusim, më thënë, teksa diskutojmë, që mos merret thjesht sikur ajo e bëri këtë, pra nuk ishte thjesht për zakon, kështu ishte mësuar që burrit nuk i kthehet fjala, burrit ndiqet, po themi kështu hap pas hapi, nuk e kishte thjesht për zakon. Po ishte i qartë për çfarë po. Ishte shumë e qartë për atë çfarë bënte, prandaj nuk është transmetuar qoftë një moment vetëm, po themi që ankohet mërzitet gjithë kjo gjë, ja vleti apo s'ja vleti. Kjo është element që mendoj që është element i rëndësishëm, ndërsa ndrimi i jetës Hatixhes, Zoti qoftë i kënaqur me të, është një ngjarje jashtëzakonisht e vështirë për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për të treguar pikërisht atë që ai ishte njeri mbi gjitha, për të thyer të gjitha ato zakone që burri nuk e lëshon veten e tij teksa i ndron një gruaja, kjo është pikë dobët, kjo është dobësi, burrat e mbajnë veten e tyre. Profeti sallallahu alaihi wasallam është mëshirë dhe ja mëson njerëzve dhe mëshirën. Dhe njeriu që t'i vi keq, t'i lëtojnë syt kur i ndahet njeriu i dashur, kjo nuk është pikë dobët, kjo është pikë fortë. Kjo tregon që ai ka jetë në shpirtin e tij, ky person. Prandaj është transmetuar se profeti sallallahu alaihi wasallam, i cili ka mbajtur sakrifica të jashtëzakonshme i ka mbajtur. Por ama kur ka ndruar jetë Hatixha, ai është mërzitur shumë, saqë ai vit në historinë islame quhet viti i brengës dhe i mërzitjes, i pikëllimit. Komplet viti, jo thjesht një ditë. Ai është njëti profet që kur i ka ndruar jetë shokët e tij të dashur, të afërt shumë, ka qarë dhe është mërzitur shumë. Kur i ka ndruar jetë fëmijët, ka lotuar, dhe kur e kanë pyetur, ka thënë: "O i dërguari i Zotit, dhe ti qanë dhe loton?" Ka thënë: "Kjo është lot mëshire, kjo është lot dëmshurie, nuk është lot ankese, nuk është lot mërzitje ndaj caktimit të Zotit." Por siç e përmenda, ndërsa shtylla e fortë brenda shtëpisë ishte Hatixha, tashmë ajo shtyllë thyhet, nuk është më. Kështu që profeti sallallahu alaihi wasallam, po themi, i rrëzohet, i thyhet shtyllë e jashtëzakonshme dhe në kulmin e presionit që bënte Mekka ndaj tij. Këto janë vitet më të vështira që ka kaluar profeti sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanët në Mekë. Pra ajo ngushëllimi i brendshëm, ai motivimi i brendshëm nuk është më. Aq më tepër që ndroi jetë në atë situatë pas një sakrifice të jashtëzakonshme. Pra ky vit quhet viti i hidhrimit dhe i pikëllimit, dhe arsyeja pse quhet i tillë është pikërisht se në atë vit i ndroi jetë bashortja e tij e dashur Hatixha, Zoti qoftë i kënaqur me këtë. Ndërkohë profeti sallallahu alaihi wasallam ndoshta i kishte treguar Hatixhes ose dhe shokëve edhe besimtarëve të tjerë se kjo fe do të triumfojë, kjo fe do të mbërri nga lindja në perëndim, haku i Zotit do të jetë që do të lartësohet jo vetëm në popullin e saj, por edhe më gjerë. Po ndërkohë Hatixha në thonjza nuk pas një ditë bardh me ardhjen e shpalljes. Ndryshe nga çfarë gëzuan, po themi, kryesisht brezat e dytë dhe të tretë që u bën zotërinj e po themi rajonit Gazishut Arabik, po dhe më gjerë zotëruan prandorisë si Persia, si Bizanti, pra morën në dorë, po themi, fronet më të mëdha të mbretërive të asaj kohe. Hatixha, nëse mund të themi kështu, nuk pas një ditë të bardhë. Po ndërkohë pati një përgëzim që
ndoshta ishte shumë i madh se kaq. Pra asaj transmetohet se i ka quar selam vet Zoti i gjithësisë. Është më e madhe se lajmet dhe përjetimet e tjera. Po, kjo është e vërtet. Ajo që përmend në fillim që Hatixha, Zoti qoftë i kënaqur me të, nuk pas një, po themi dritë, një ditë të bardhë për këtyre ditëve që sepse gjithë jeta që ajo që pa në kohën e profetësisë, pa që ishte sakrifica, ishte presione, shpeshherë fëmijët e saj ktheheshin në shtëpi të goditur, të rrahur, apo të keq trajtuar, domethënë. Imagjino një nënë e cila shef fëmijët e saj që të cilët po themi keq trajtohen me një formë një tjetër apo dikush i ofendon, thjesht sepse babai i tyre është profeti i Zotit, domethënë. Pra, kjo tregon që sakrificat e Hatixhës janë të jashtëzakonshme. Mirë po, ato që përmendën në fillim, Hatixha i besoi të gjithë kësaj dhe nuk vendosi kusht që të shohën në një ditë të bardhë, një ditë kur bashorti i saj, kur profeti i saj, kur familja e saj të jetojnë ditë lumtura. Nuk vendosi asnjë lloj kushti. Ky besim, kjo vendosmëri është ajo pikërisht që e bëri atë zonjë të grave të xhenetit. Dhe shihni historitë e grave të tjera në Kur'anin famlar që Zoti i përgëzon dhe janë gra dhe zonjët e grave të xhenetit, të njëjtën gjë, ato s'kan pa ditë, po themi, përgëzimi. Zoti i ka treguar, po themi, misionet e tyre në momentet e vështirësisë. I ka treguar çfarë besimi kanë patur, çfarë vendosmërie kanë patur, por nuk ka treguar momentet që ato kanë parë ditë mira, për treguar që nuk vendoset kusht mes robit dhe Zotit që unë do të besoj, por dua të shoh. Po sakrifikoj, po më vonë do të jem një prej, po themi, zonjave të vendit, se kjo do të jetë, po themi, edhe një lloj udhëheqje e së ardhmës, kështu që ja vlen në një farë mënyrë sakrifica. Kjo është pjesa, njeriu kur i beson, siç e meriton emri besim, kur i beson Zotit, ai ka gatishmërinë dhe kënaqësinë për të sakrifikuar çdo lloj gjëje, edhe nuk vendos kusht, po të jetë i sigurt se Zoti ka për t'i dhënë shumë më tepër se sa ai kusht po të kishte vendosur kusht. Dhe ajo që përmend është e vërtet, Hatixha, Zoti qoftë i kënaqur me të, nuk është transmetuar për të që ka parë, po themi, një nga ato ditët e rahatisë apo të qetësisë apo ku familja, por ajo ka përjetuar ato që është më e madhe se sa kaq, pikërisht atë besim i cili nuk pyet për asnjë lloj sakrifice. Dhe një moment që është më i madh se sa gjitha përgëzimet materiale është pikërisht ky moment kur Xhibrili alayhis salam ishte me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe vetë Xhibrili i tha profetit alayhis salam: "O Muhammed, po afrohet Hatixha." Por nuk e dëgjoi profeti se po afrohet Hatixha. Ajo me vetë ka një enë me ushqim. I tregoi edhe çfarë ka me vetë, për t'i treguar që kjo është, do thënë, siç e shef ke për ta parë këtë, që do të vi Hatixha dhe me vete ka një enë me ushqim, ashtu është dhe tjetra, përgëzimi tjetër. Bëj selam asaj prej Allahut dhe bëj selam edhe prej meje dhe përgëzoja atë me një shtëpi prej margaritarësh në xhennet, shtëpi në të cilën nuk ka brenga dhe nuk ka frikë. Kjo është e rëndësishme dhe vetë forma e përgëzimit. Pra, jepi asaj selam prej Zotit dhe selami direkt prej Allahu xhalleshanu me gojën e Xhibrilit është selami më i lartë. Bëj edhe selam prej meje, është kjo respekti, vlerësimi që ka Xhibrili për Hatixhen, Zoti qoftë i kënaqur me të, dhe përgëzimi, myshdhja, që kjo është më e rëndësishme, përgëzoja atë për një shtëpi në xhennet, pasi ajo sakrifikoi çdo gjë. Shtëpinë gjithaj sakrifikoi, shtëpi prej margaritarësh në të cilën nuk ka frikë dhe nuk ka më lodhje, nuk ka më brenga. Pa për të treguar që edhe jeta e Hatixhes kaloi nga një jetë, po themi, luksi apo aristokracia, në një jetë me frikë, me brenga, me shumë lodhje. Pra, vendi për të harruar këto lodhje, këto brenga gjitha, është parajsa e Zotit dhe ajo e ka merituar diçka të tillë. Kur u afrua Hatixha, me të vërtet erdhi siç e përshkroi Xhibrili alayhis salam edhe i tha profetit sallallahu alaihi wasallam: "Të ka bërë selam Allahu." Ajo tha: "Allahu është selami dhe prej atij vjen selami." Por nuk tha wa alayhis salam, sepse etika e besimtarit është kur vjen fjala që të ka bërë ty selam Allahu xhalleshanu, tha Zoti është selam, Zoti është paqja dhe për atij gjithmonë vjen paqja. Edhe shihni çfarë marrëdhënie ka ajo me Allahun xhalleshanu, paqe, qetësi, dashuri dhe garanci. Pastaj i tha të ka bërë selam dhe Xhibrili, atëherë tha wa alayhis salam. Pastaj i tha profeti sallallahu alaihi wasallam përgëzimin që ja shprehu Xhibrili alayhis salam me një shtëpi për të në xhennet prej margaritarësh në të cilën nuk ka lodhje dhe nuk ka më brenga. E çfarë përgëzimi më të madh se sa kaq mund të marrë njeriu
nga goja vetë Xhibrilit alayhis salam. Kam përshtypjen që kjo i harronte dhe i fshinte të gjitha ato sakrifica që faktikisht Hatixha si kishte bërë me kusht, po kishte bërë me dashurinë më të madhe. Pra Hatixhës i mjaftoi ky përgëzim, i cili ishte më i madh se përgëzimi i, po themi, gjeneratave të tjera të cilët u përgëzuan me aspekte materiale, konkrete, përjetime, emocionale, ndërkohë Hatixha ngeli nivelin e besimit pa kushte, që ndoshta vetëm Hatixha mund ta bënte në këtë lloj forme. Bëjmë shkputje shumë të shkurtër dhe rikthehemi sërish te ky moment, profesor. Përmirësimi pas pak në pjesën e dytë. Rikthehemi në studio, po flasim pikërisht për historinë e Hatixhës, Zoti qoftë i kënaqur me të, dhe pikërisht për sakrificën e saj të jashtëzakonshme. Ndërkohë profesori përmendet që Zoti i bëri selam Hatixhës si përgëzimi më i madh, pasi ne thamë në informirë që ajo nuk pa asnjë ditë të bardhë, asnjë ditë komode nga ky triumf i cili do të dominonte botën në një kohë shumë të shkurtër, ajo jetoi vetëm në ditët e sakrificës. Mirë po ndërkohë ajo pati një përgëzim të jashtëzakonshëm nga Zoti, i cili i çoi selam dhe i premtoi një shtëpi në xhenet. Kjo më kujtoi historinë e gruas së faraonit, e cila në momentet e fundit kur po ndërshkohej nga faraoni, i kërkoi Zotit që të ishte pranë tij fëmijësi tek Zoti, pra një shtëpi afër Zotit. Ajo e kërkoi, Zoti ia dha, ndërkohë që Hatixhës ju dha pa e kërkuar, sepse vërtet Hatixha pati një marrëdhënie të veçantë, të dyja zonja xhenetit. Duket sikur zonjat e xhenetit kanë cilësi të përbashkëta. Patjetër, historitë e njerëzve të mëdhenj, pranin familjar, qofshin burra apo gra, do gjesh që kanë shumë elementë përbashkët, sepse rruga faktikisht është e përbashkët. Dallimet janë të vogla. Është vërtet ajo që përmendë që Asja, Zoti qoftë i kënaqur me të, momentet më të vështira, është ajo që ja kërkoi Zotit fëqinjësinë me të dhe largimin nga puna e faraonit dhe njerëzve rreth tij, pra kërkoi vetë të shkputej dhe kënaqësi që të qofte edhe në këtë formë të shkputej prej jetës, ndërsa Hatixha, Zoti qoftë i kënaqur me të, ju premtua dhe ju dha menjëherë vetvetiu diçka e tillë, sepse edhe sakrifica e Hatixhës ka qenë momentin e parë dhe po themi ka qenë besim pa kushte. Por ajo që është e rëndësishme, rruga e besimit, e besimtarëve dhe njerëzve të mirë dhe të mëdhenj është e njëjta rrugë. Është kjo rrugë që ne i lutemi Zotit, o Zot na udhëzon në rrugën e drejtë, në rrugën mbi të cilët ti ke bërë mirësi. Pra, ne edhe përkufizojmë cila është rruga e mirë dhe rruga e drejtë, është rruga e këtyre njerëzve të mirë. Pra ne duhet të ecim në atë rrugë, pra kjo nuk është vetëm një rrugë historie që tregon të shkuarën, por është një rrugë që duhet të ecim. Jo ndoshta, po nuk e mbrim dot statusin e tyre, nuk ka rrugë tjetër e tyre, po duhet të ecim në. Nuk ka rrugë tjetër veç saj, thjesht njerëzit atë rrugtim e bëjnë në momente të ndryshme të historisë. Dikush e ka bërë më përpara, ne po e bëjmë tani, dikush e bën pas nesh. Po faktikisht është i njëjti rrugtim, është i njëjti udhëtim. Ndërkohë, vdekja dhe largimi nga jeta e kësaj bote e Hatixhës, Zoti qoftë i kënaqur me të, la një boshllëk të madh në jetën e profetit alayhis salam dhe nuk u mbyll cikli i saj me largimin e saj nga jeta e kësaj bote, pasi duket sikur profeti sa ka qenë shumë i lidhur me gjurmët që la në jetën e tij. Si e ka kujtuar, çfarë raporti ka mbajtur profeti alayhis salam me këtë memorie dhe me këtë, po themi, përjetim? Vdekja e Hatixhës, Zoti qoftë i kënaqur me të, dhe u pasua më vonë me vdekjen e Ebu Talibit. Ebu Talibi ndroi jetë jo si musliman, dhe kjo i dhemti më shumë profetit sallallahu alaihi wasallam, por edhe sakrifica e tij, kontributi i tij për pejgamberin alayhis salam dhe për Islamin ka qenë shumë i madh, edhe pse në pozicionin e jo të besimit. Kjo për të kuptuar një element i lirë se Zoti mund të përdorë ushtarë të tij dhe ata që nuk janë besimtarë dhe musliman, por besimtarët dhe muslimanë e vlerëson të mirën, edhe sikur të vijë nga dikush tjetër i cili nuk është në rresht me ty, nuk është në besimin dhe në fen tënde. Prandaj vlerësohet dhe nuk harrohet kontributi, sakrifica e asnjë personi, kushdo qoftë ai, përderisa ka qëndruar me të vërtetën, qoftë dhe një ditë vetme.
Të dy vdekje ishin vdekje shumë të vështira për profetin sallallahu alaihi wasallam. Patjetër vdekja e Hatixhes ishte një boshllok që kurrë nuk mbushej, por dhe vdekja e Ebu Talibit, sidomos me atë lloj përfundimi që ishte i dhimbshëm dhe i dhimbtë në shpirt profetit alayhis salam, dhe ajo dha i la një po themi një far plagë, dhe ky vit, siç e përmend, më quhet viti i hidhërimit, i mërzitjes. Edhe kjo për të treguar pikërisht këtë, se çfarë pozicioni ka një grua fisnike dhe besimtare në jetën e një profeti apo në jetën e një besimtari. Profeti sallallahu alajhi wasallam, siç e transmetuar, është martuar më vonë me shumë gra, më të reja, ndoshta më të bukura në ditë, më të rahatshme, më komode, por Hatixha mbeti kujtimi i paharruar. Mbeti respekti që nuk e harroi në asnjë moment. Pra vendin e saj në fermer nuk e zuri. Nuk e zuri askush vendin Hatixhës, saqë gratë të tjera të profetit sallallahu alajhi wasallam i thanë, o i dërguar i Zotit, sa shumë që e përmend atë. Madje thanë që një kohë që ka qenë shumë më e madhe se ty në moshë, kur Zoti ty të ka dhënë gra më të bukura, po që qëndrojnë afër, atëherë ju tregoi atyre grave profeti sallallahu alajhi wasallam se çfarë statusi ka Hatixha tek ai. Kur tha Zoti s'ma ka kompensuar mua vendin e Hatixhës. Ajo tha, më besoi atëherë kur më përgënjeshtrua njerëzit. Ajo më dha mua atëherë kur më privua njerëzit. Ajo qëndroi afër meje atëherë kur më dëbua njerëzit, dhe Zoti mua përveç gjitha këtyre prej saj më dha fëmijë. Prandaj tha, mos e përmendni më Hatixhen. Edhe ai momente mbrapa nuk e përmendën më. Pra ishte si një lloj, po themi, atmosferë xhelozie mes grave të tjera, natyrshëm dhe asaj që profeti e përmendte shumë. Po. E përmend aq shumë, patjetër, e përmend aq shumë saqë edhe ato i kapi një farë xhelozie, por ju tregoi atyre statusin e Hatixhës. Dhe kjo lloj, po themi, nuk ishte një kujtim thjesht që e mbante në zemrën e tij, por profeti alayhis salam gjithmonë kur shihte një person që kishte ardhur tek shtëpia e tyre kur kishte qenë Hatixha, ai aty i ndronte fytyra më një herë, thoshte, "Ky ka ardhur tek shtëpia e unë kur ka qenë Hatixha." Kur takonte një person që ishte i afërm i Hatixhës, ai sigurisht kishte ardhur Hatixha. Kur ndante kurbanin, asnjëherë nuk harronte pjesët që mund të ishin të njerëzve të afërt të Hatixhës, dhe për më tepër, arsyeja që e ka dashur Fatimen, Zoti qoftë i kënaqur më shumë me të, më shumë se tjerët, sepse edhe vetëm Fatime ai mbeti gjallë, por sepse Fatime e ngjante shumë nënës së saj, ngjante shumë Hatixhës. Prandaj lidhja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me Fatime ka qenë e veçantë, sepse ajo ishte shembulltyra e Hatixhës, pasi ajo kishte kaluar Hatixha kishte kaluar në botën tjetër. Pra është një kujtim i paharruar, është një respekt që nuk shuhet me kalimin e viteve, po thjesht shtohej me kalimin e viteve. Kur dëgjonte zorin e dikujt që ngjante zorit Hatixhës, është transmetuar, ai është ngritur, ka thënë, "O Allah, është zori Hatixhës", sepse ishte një zë i ngjashëm me zorin e Hatixhës. Për treguar që çdo besimtar nuk mund të harrojë kur vlerën, statusin, kontributin, suportin, mbështetjen, edhe sikur të sprovohet, siç u sprovua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në jetën e tij, por vlera nuk vdes asnjëherë. Mbështetja, kontributi nuk duhet harrohet asnjëherë për njeriu, edhe sikur njeriu t'i ndodhin gjëra edhe më të bukura në jetë, sidomos ata që qëndrojnë me ty në momentet më të vështira, në momentet e para, mundin atyre kur nuk duhet të harrosh, vlerën atyre kur nuk duhet ta neglizhosh. Kjo ndoshta është mësimi më i madh që na jep kjo histori dhe kjo qasje që kishte profeti sallallahu alajhi wasallam ndaj Hatixhës, jo thjesht nuk e harroi, por thjesht u shtua më shumë. Dhe ajo është një lidhje pastaj që nuk shkputet asnjëherë në botën tjetër, sepse siç kanë qenë në këtë botë janë dhe në botën tjetër. Ndërkohë ne kur kujtojmë Hatixhen, kuptojmë që është një prej zonjave të xhenetit, po ndërkohë ju thatë se është dhe një prej zonjave të jetës së kësaj bote. Pra e kujtojmë me shpërblime të mëdha tek Zoti, por se me vuajtje të mëdha në jetën e kësaj bote. Dhe ndoshta për shumë gra është një model shumë i mirë në raport me xhenetin, po një model sakrifice për jetën e kësaj bote. Ajo ka vuajtur shumë, po unë kam përshtypjen dhe jam i bindur që ajo ka qenë shumë e lumtur njëkohësisht. Pra, nëse duam të synojmë suksese, nëse duam të synojmë arritje të caktuara,
a duhet që ta kemi Hatixhen si model suksesi në jetën e kësaj bote, pasi shpërblimi është në botën tjetër nga Zoti, si rrjedhoja asaj çka bëjmë këtu. Pra duhet na frymëzojë Hatixha, a duhet mbrim në modelin e Hatixhes, pra si duhet jetë Hatixha në jetën tona. Të gjitha gratë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Zoti i quan në Kur'an nënat e besimtarëve, qofshin këta meshkuj apo femra. Pra të gjitha pa përjashtim janë nënat e besimtarëve, edhe pse si kanë lindur ata besimtarët, po janë modelet e besimit, janë njerëzit më të afërt profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe statusi i tyre është një lloj si statusi i nënave të tyre. E para që ka merituar këtë status nga gjitha gratë e profetit sallallahu alaihi wasallam është Hatixha. E para që meriton titullin Ummul Mu'minin, nëna e besimtarëve, është Hatixha. Prandaj ajo mbetet model edhe për gratë, edhe për burrat. Por ndoshta tek Hatixha bashkohet pikërisht kjo që një grua me mençuri, me zgjuarsi, me pjekuri, me vlera shumë në shpirt dhe në zemër, por dhe me një jetë, po themi, financiare të bollshme, me të gjitha mundësitë, ajo me kënaqësinë më të madhe i sakrifikoi të gjitha dhe ne e quajmë sakrificë. Ajo nuk e quan sakrificë diçka të tillë. E gjën më normale. Përkundrazi ka dhënë më të paktën për të marrë më të shumtën. Se shpeshherë lidhim i lirë gjërat, më thatë kuptoj, sakrificë, por kjo quhet sakrificë sepse emrin e ka të tillë, por në krahasim me atë që shikon, që përjeton dhe që i premton Zoti, ajo është asnjë gjë, është një pikë në oqean. Prandaj Hatixha është shembulli i atyre që me kënaqësinë më të madhe i ka dhënë gjitha këto, asnjë moment vetëm se ka parë që unë i kam dhënë shumë Zotit, i ka përjetuar të gjitha, i ka shijuar të gjitha dhe Zoti ia shpërbleu të gjitha këto. Pikërisht me këtë që ajo pati fatin që të ishte bashortja e parë e profetit më të mirë te Allahu xhalla shanuhu, të kalonte një jetë kaq të lumtur, kaq të bukur në jetën e kësaj bote, të përgëzoi me xhenetin e Zotit teksa ishte gjallë akoma pa vdekur dhe të vazhdoi prapë të lidhje në përjetësi me profetin dhe njeriu më të mirë te Allahu xhalla shanuhu. Po ta shikosh në krahasim me këtë, ajo që bëri Hatixha, çfarë sakrificë është, për të na treguar të gjithëve që nuk ka më bukur se sa njeriu kur e shijon besimin e tij dhe në thonjza kur sakrifikon për besimin e tij. Ka për ta parë që s'ka nevojë të thotë dikush shikoj se çfarë po bëj unë për besimin tim, sepse e shijon, çdo lloj gjë e shijon. Kjo është besimi, kjo është lumturia shpirtërore që po hyri në zemrën e njeriu. Çdo gjë që jep njeriu atë thjesht kënaqet me atë, por nuk e shikon në asnjë moment vetëm sikur po bëj një sakrificë të madhe që duhet ma dinë njerëzit, që duhet ta shohin njerëzit. Pra diti shijoj edhe vështirësitë edhe sakrificat edhe kostot, sepse shpesh dëgjojmë her pas here nga vajzat e reja, të cilat kanë ambicie të duhet bëjmë tregtare si Hatixha, duhet të bëjmë po themi të kem leadershipin e Hatixhes. Po ndërkohë shembulli i Hatixhes do të marrë plot. Sepse më tepër se sa një përgëzim për aftësitë e saj tregtare, Hatixha u vlerësua për sakrificën e saj, për besnikërinë e saj ndaj profetit Muhammed alayhis salam, për durimin e madh dhe për kostot e mëdha që ajo tha. Pra nëse duam të jemi të begatuara si Hatixha, duhet ta ndjekim atë kryesisht në sakrificat dhe në modelin, po themi, sakrifikues së saj. Duhet ta shikojmë në total çdo lloj personazhi për të cilit kemi dëshirë të ndikohemi, nuk është e mirë ta presim me thik. Më pëlqen kjo pjesë e jetës së tij dhe kjo cilësi e tij. Ai nuk u lavdërua se fitoi parë, po u lavdërua se shpenzoi parë për. Të gjitha janë të lavdërueshme tek Hatixha radhiyallahu anha, edhe iniciativa dhe aftësia e saj për të menaxhuar tregti, për të zgjedhur njerëzit e duhur për menaxhimin e tregtisë, as më tepër për ditur për zgjedhur cilësitë e bashortit të saj, se edhe kjo është vlerë shumë e shtuar tek Hatixha radhiyallahu anha. Aty fillon pastaj gjithë ky mirë, po e gjithë kjo pjesa tjetër mbrapa, dhe kjo është pjesë shumë e rëndësishme që duhet marrë në konsiderat, sepse është një jetë, është një personazh. Aq më tepër kur flasim për këto personazhe që nga fillimi në fund ke ku përfiton. Në çdo aspekt, po të ndalesh, ke çfarë përfiton. Prandaj këto janë modele të plota. Nuk merren thjesht të pjesshme edhe marr unë çfarë dua, janë modele të plota, janë modele jo vetëm për gratë, vetëm për vajzat e reja, po edhe për burrat, për çdo gjë. Prandaj modeli dhe roli i Hatixhes ka vazhduar të jetë i gjallë për sahabët e pejgamberit alayhis salam edhe në Medinë dhe në vite të tjera më pas. Sidomos brezi i parë i muslimanëve ka qenë model frymëzimi për
për gjithë sahabët, sepse shumica e brezit të parë të muslimanëve që ishin, siç ishte Muadh ibn Jabal, edhe ai ishte nga Musab ibn Umair, Musab ibn Umair ishte nga aristokracia dhe sëra e Kureshve. Ai la të gjitha dhe ndroi jetë, nuk kishin qefin për ta mbuluar trupin e tij. Mirë, po ai model mbeti i pavdekshëm në jetën e gjithë sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Sa herë që po themi që i kapte dynjaja, i kujtohej Musab ibn Umairi, edhe shkoshin syt lot, edhe më herë ktheheshin edhe tek modele atyre të parëve. Këto modele janë modele të rralla. I ka zgjedhur Zoti që të jenë burim frymëzimi për brezat me radhë. Prandaj Hatixha, Zoti qoftë i kënaqur me të, nuk është thjesht njëri i rëndësishëm për jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, por është një model frymëzimi për të gjithë sahabët, burra dhe gra, sa kanë qenë sa kanë jetuar, ata gjithmonë kanë patur model frymëzimi në nënën e tyre, Hatixha, Zoti qoftë i kënaqur me të. Përsa Zoti shpërblet. Shumë faleminderit, Zoti shpërblet dhe juve inshallah. Miq, këtu e mbyllim takimin e sotëm. Ishim në këto 2 javë, në këto 2 emisione me historinë e Hatixhës, një histori zgjuarësie, përretësie, besimi, sakrifice dhe ambicie për të kthyer tek Zoti në gradat më të larta. Çdo kush që duhet që të ecë në rrugët e Hatixhës, në këtë po themi vizion madhor të kësaj gruaje, duhet që ta marrë atë të plot, me sukseset e jetës kësaj bote, me sukseset e besimit dhe me përfundimin e saj të përzgjedhur nga Zoti i gjithësisë. Unë falenderoj që na ndoq, do të jemi javën e ardhshme me një tjetër model nga gratë e kohës së Profetit alayhis salam, që gjithashtu e pasuroni vetëm atë të shkuar, por se ndriçon edhe të ardhmen tonë. Kalofshi sa mirë.